Le të vemi tek përdorimi i finokut, i cili fal kimikateve të tij, ky na ndihmon që të mirë funksionojë sistemi i tretjes dhe jashtëqitjes, e shoqëruar hera herës edhe me kërcenjtë e selinos ose edhe me gjethet e saj. Nuk duhet të na mungojë në gjellët me perime, hudhra, 2-3 thelpinj për çdo person që mund të zihej pak, një çerek qepe për çdo individ, sidomos kur kjo të jetë në drekë, trangulli që mund të përdoret në detoksin me ujë, limoni që mund të përdoret qoftë në detoksin me ujë, qoftë tek ajo perimja, ajo supa detoks që ne mund ta demonstrojmë këtu. Ajo që përmban një gamë të gjerë me vërtet bomba antioksidantesh tek çaji i frutave të pyllit, që janë rritur në gjendje të egër natyrale, duke filluar që nga boronica dhe përfundojmë tek molla e egër e kështu me radhë, atëherë na ndihmon shumë mirë në detoksin e trupit.